urojtuar shumë suksese në rrugtimin tuaj. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi një takim pune me drejtuesit e zyrave vendore të arsimit parauniversitar dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë vendin për nisjen e analizës së maturës shtetërore 2026. Ministria Kumbaro theksoi se procesi u zhvillua në një mjedis të qetë, të sigurt dhe me standarde të larta, ku çdo maturanti ju garantua mundësia e barabartë për të dhënë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë viteve të shkollimit. Kjo sipas saj u reflektua edhe me rezultatet më pozitive krahasuar me një vit më parë. Sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa i takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin përfunduan provimet në një proces model i administruar në 144 qendra provimesh me angazhimin e mbi 2.000 mësuesve administrator dhe 170 monitoruesve të Ministrisë së Arsimit, ndërkohë 640 vlerësues të testeve përmbyllën në kohë procesin e vlerësimit, duke bërë të mundur publikimin e rezultateve sipas afateve të përcaktuara.